Kontrollo motorin 1 dhe 2. Kontrollo motorin 3 dhe 4. Kontrolli motorëve i mirë, gjithë sistemet vaj, përgatitje për nisje. Gati për në hapësirë dhe në gjetje të strofkullës është përthyesi Drago. Atëherë në rregull, Time Shuttle, gati për nisje. Nuk do të lejojmë të largohesh me të, Ginzan. Kjo është e tepër, ka të drejtë. Ti na tradhtove ne. Mos ishe ti do ta kishim gjetur vendin e shpërthyesit Drago. Që tani? Tradhtuar? A nuk po e dramatizoni pak si shumë? Ti mund të përtasesh dhe të fryesh sa herë të duash, por ti akoma je një hajdut i zakonshëm dhe asgjë më tepër. Dhe këtë nuk kemi për ta falur kur që po ndihmon profesor Haxhimen. Vërtet? Mendon se e vras mendjen? Mirë, por do të pendosh për këtë mërtrim. Por siç po të thua edhe më parë, ne vetëm sa të kemi mësuar ca mënyra me Dorrit. Vetëm provoje. Mjaft me kaq. Është e tepër të kënaqesh duke ju parë ta zgjesoni njëri tjetrin. Kemi punë të rëndësishme për të bashkë. Po, me kohën dikush. Hey, po ku po shkon tani, a? Ju që keni shumë të lodhshëm. Të gjej Drago shpërthyesi. Ta bëj për vete profesor Haxhimen, t'ju ndaloj ju dy budallëve. Më mjafton të eliminoj një robot. Fati im është në poshtë Daiganderi. Ginzan, prit, dal, mos u largo. Larëni të shkoj. Shpërthyesi Drago është skicuar si Daiganderi. Do ta lejojmë atë të kryejë gjithë punën e pisët, ndërsa ne presim. Shpërthyesi Drago do të jetë i raskapitur nga luftimi me Ginzanin dhe ai nuk do të jetë në gjendje të bëjë asgjë. Dhe sa po të kemi Daiganderin, Ginzani do t'i duhet të kthehet mbrapsht me njëherë. Shiko, është Time Shuttle-i. Jo, s'ka mundësi. Bani mend, shpërthyesi Drago mund të largohet nga shtëpia ti, kështu që mos ja ndani syt. Kuptuat? Po, të kuptova. Mos u shqetëso, nuk do mundesh. Inspektor, Trebrirësh, dua të kem mbështetjen tuaj më shumë se kurrë. Nuk do të lëm në balë. Zyrat qendrore të shpërthyesit Drago duhet të jenë hapësirë. Mendoj se është koha për të shlyer një vizitë të vockël, si thua. Për nder të këtij rasti, ne do të kthehemi tani në anijen pirate hapësinore Taiga Maru. Nëse e kujtoj se Dhe pastaj shpërthyesi Drago do ta gjunjësojmë në fund Daiganderin dhe ne do të jemi pikërisht aty për t'i zënë të dy rrob. 5, 4, 3, 2, 1. Nizo! Nizo! Kalqyja shumë! Sa e bukur kjo gjë! Asgjë nuk na ndalon tashmë ne! Ata do të prorasin, do të shkruajnë një këngë për ne dhe do të A je i sigurt që është kjo rruga e dur? Flaka Drago, ngrirë si Drago dhe pastaj shpërthyesi Drago. Ndërtova këta robot betejash me profesor Daigun, ose më sakt, profesor Maelstrom shumë kohë më parë. Por më pas, sa po ne I krijuam ata, papritur u zhdukën disi në përajër. Sigurisht, siç e dini, para se ata të tre të zhduken, ata kthyen armët e tyre në laborator, aty ku I kishim krijuar dhe shkatërruar atë plotësisht. Dhe tani, ata më në fund nuk kthyen. Dhe për një arsye apo një tjetër, atë çfarë duan vërtet është të gjejnë Daiganderin dhe të bëhen ortak me të. Ne jemi ortakët e Akirës dhe jemi krenoj që bëjmë pjesë në këtë ekip. Askush nuk mund të bëjë apo të ndryshojë këtë gjë. Ashtu është. Dhe nuk kërkoj një ekip më të mirë. Ju premtoj se nuk do të lë askënd na përçaj. Ashtu është, asgjë nga ne. Do ta dërgoj atë shpërthyesin Drago drejt gjykimit. Po, harroj atë, je I sigurt me ne. Do kujdesen vetë për të. Jo kaq shpejt, Djema. Ne nuk shkojmë atje për të luftuar. Shpërthyesi Drago është tepër inteligjent dhe ne duhet ta bëjmë të arsyetoj. Mos të harrojmë, ata kanë fuqi që mund të jenë shumë të dobishme për shoqërinë tonë. Kështu që bëni ç'të mundni përzemërsisht dhe mos u humbisni këtë shans për. Është një alarm. Çfarë thot Haruka? Po vlerësoj situatën tani. Duket sikur janë dy objekte të panjohura që po afrohen. Është flaka Drago! Dhe ngrisi Drago! Një sën tincar. Kjo është e bukur. Shkojmë Trebrirësh. Le të shkojmë. Le të shkojmë tu hidhemi pranë atyre. Prit një minutë. Qetësoni, Djema.
Mirë se erdhët zotërinj. Zëri i kujt është ky? Ky është shpërthyesi Drago. Jemi përgatitur për mirëseardhjen tuaj. Vetëm ndiqni flakën Drago dhe ngrirësin Drago. Grica! Flaka! Hej, prit një minutë, çfarë është kjo? E vështirë të thuash, por sipas llogaritjeve të mia, shpërthyesi Drago është diku këtu rrotull. Duket sikur jemi në një lloj hapësire hermetike dhe jemi të mbyllur brenda. Nuk mendoj se do mund të dalim shpejt. Kjo nuk ka përshkuar saktësisht siç unë kisha parashikuar. Mjaftu qave shtyp butonin tani. Nëse ky është vendi ku ri shpërthyesi Drago, unë nuk e prisja kështu. Po, dhe duket sikur është formuar nga disa vende të vjetra hapësinore dhe një grumbull i tërë copash satelitore. Në fund do të takojmë. Mirë djema, shkojmë! Ku jemi kështu? Ky vend është i Dhe çuditshëm. është kaq e errësirë, nuk mund të shoh gjë. Sa bukur, jeni tamam sipas planit tim. Do të spres për pak sekonda. Shpërthyesi Drago! Forza, ti, shfaqu, ku je? Ki kujdes se çfarë kërkon. Shpërthyesi Drago. Emri im është profesor Hajime, një nga krijuesit e tu. Pra, çfarë ke për të thënë? A të kujton që emri im të duket i njohur? O, si mund të harroj? As profesor Hajime dhe Daikun, dhe as një tjetër i cili punoi për të më krijuar. Ato janë në kujtesën time për gjithnjë. Vërtet, ti realizove inteligjencën time. Në fund të fundit është merita jote. Por ju njerëzit doni të përdorni fuqitë e mia për egon tuaja. Dhe ti nuk kishe interes të qëndroje rreth njerëzve. Kështu që shkatrove laboratorin dhe u largove. Kam të drejtë? Plotësisht. Unë e di që e ke të vështirë ta besosh, por jo gjithë njerëzit janë ashtu. Njerëzit dhe robotët duhet të jetojnë dhe punojnë së bashku. Duhet të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të përparojnë. Kështu veprojmë, secili kanë kënjët e veta. Shpërthyesi Drago, dëgjoj, mos lejo që e shkuar të shkatrojë të ardhmen tënde. Dua të jem shoku yt dhe ne mund të luftojmë së bashku. Nëse do të bashkohesh me ekipin e kia, do ta plotësosh me mënyrën tonë të menduarit. Të ndihmojnë njëri tjetrin dhe të jesh shok me gjithçka. O, kjo është e çmuar. Nuk mendoj se e gjete, dhe s'është për të qeshur. Për të qeshur është ajo çfarë kam parë unë në shoqëri njerëzore. Kam parë më shumë se duhet. Njerëzorja tek njerëzit më bën për të bjerë. Njerëzorja tek njerëzit, po çfarë po thua? Po them këtë, kur ju nuk mund të ndaloni zëngat tuaja pafund edhe luftoni, si mund të pres të krijojnë besim midis njerëzve edhe robotëve? Po të pyes. Sigurisht që ajo çfarë the ka një të vërtetë brenda. Mos haro që ne edhe reflektojmë gabimet tona dhe mësojmë prej tyre për të mos ndodhur më në të ardhmen. Ha! Njerëzimi nuk ka më të ardhme. Më dëgjoni mua njerëz. Qëllimi im është të ndërtoj një shoqëri roboti ri i lavdishëm. Prej robotësh, me robot dhe vetëm për robot. Një shoqëri robotësh? Duhet të mësosh me këto njeri. Ne robotët jemi ata të cilët të komandojnë të ardhmen. Ju njerëzit jeni të parëndësishëm. Unë nuk mendoj se ti... Ryugu, Daiku, jo Daikander. Pse nuk bashkoheni me mua dhe së bashku ndërtojmë ëndrrën e robotëve? Për mua, kjo është vetëm një ëndër. Planet e mia po funksionojnë në mënyrë të përkryer. Daikander me të vërtetë është një robot i veçantë. Kur unë dhe Daikander të bashkojmë forcat, atëherë nuk do të ketë asgjë të cilën nuk mund ta bëjmë. Çfarë do të thuash me këtë? Pra po thua për bashkimin. Kuptova, ti je ai që dërgon pamjet. Përpishu ta mendosh këtë si një ftesë që ta sjellësh Daikanderin këtu të bëhet ortaku im. Unë jam ekipin e kia sepse se dha vetë të isha. Nuk do t'jem kurrë ortaku i shpërthyesi Drago. Kur?
Shpatja! Ti nuk mund të kesh Ryugun dhe Daigun! Tamam kështu. Nuk do t'i kesh ata. Po pra, nuk ka për të ndodhur. Shpërthyesi Drago, të lutem të mendosh mirë për këtë. Shqetësimi ynë vetëm është një ardhmë më e mirë për secilin prej nesh. Mos harxo frym, ti nuk e për të ndërhyrë në planet e mia. Ryugu, Daigun! Jo, të lutem prit shpërthyesi Drago, të lutem. Lato mirë, profesor Hachime. Ryugu! Ndryshimi luftëtari! Perëndori betejës, shpërthyesi Drago! Ryugu dhe Daigu, bashkoni me mua! Ryugu dhe Daigu, procesi i bashkimit! Koha për të kthyer në Daikander! Gjendje kritike. Ekipi Akira është në rrezik. Procedura e shpëtimit fillon tani. Ndryshimi luftëtari! Procedura e shpëtimit u krye me sukses. Faleminderit i bot! Ti vërtet je një angjëll. Ti na shpëtove Nuk ne. ka problem. Çfarë është ajo? Ryugu! Daigu! Nuk vlen! Nuk mund të rezistoj atë! Mos rezisto! Ti nuk mund të fitosh! Koha për procesin e bashkimit! Procesi i bashkimit! Betejës Daikander! Jo! Shkëlqyeshëm, tani më trego fuqin tënde. Fuqi! Topi drapoi! Vibot, shpejto, na nxjerr prej tej. Daikander, mos e bëj! A mund ta ndjesh këtë valë energjie? Shpërthyesi Drago është duke e përdorur për të kontrolluar Daikanderin. Kam bërë diçka të tmerrshme. Kam krijuar një robot beteje totalisht i një përbindësh. Krijova shpërthyesin Drago, të ndihmoj për një të ardhme sa më të shkëlqyer për robotët dhe rasën njerëzore të jetojë së bashku. Dhe tani, shikosh po ndodh me të. Akira? Hej, gjysh! Ruaj e pendimin për më vonë. Le t'i bashkojmë energjitë për shpëtuar Ai ka Daikanderin. të drejtë, duhet të nxitojmë. Kujdesu për anien, më duhet të gjej ortakun. Daikander është me vërtet i imi. Unë jam shumë pranë fitores. Hapi syt! Hapi syt, Daikander! Shpërthyesi Drago, nuk e për të larguar me këtë. Do ta marrim Daikanderin me çdo kusht. Mos më bëj të qesh që je një njerëzore patetike dhe ngordalaçe. Kordalaçe! Mirë, do ta shohim këtë. Daikander, le të veprojmë. Koha për bashkim armatimi. Mos! Nordi betejës legjendare, Drago Daikander! Daka Drago, eja! Daka! Krisi Drago, eja! Krica! Ndryshimi i luftëtarit! Ndryshimi i luftëtarit! Është koha të mësoni sa fakultin është të na bëni rezistencë! Daikander, anullo bashkimin! Haroje, nuk do funksionoj. Daikander nuk të dëgjon tani. Vetra Rufe! Goditja shëqetër! Broj! Nëse duam ta lirojmë Daikanderin, duhet të luftojmë shpërthyesin Drago. Shpata koc! Goditja e spektri! Goditje me bri!
Shpërthimi fuqishëm! Gjuani përsëri! Po talësh ti me një gjuajtje për gjithë këtë? Unë nuk dorëzohem. Jo, ti do të shpërthesh! Topi shpërthyes! Zjarë! Çfarë? Nuk ka asgjë të më ndaloj! Dajgander! Është misioni im të shkatroj çdo gjë që konsiderohet një rrezik të tretësime aktuale. Dhe kjo do të thotë ty, Latomir Akira. Dajgander, duhet të rezistosh! Sheko, Dajgander është pjesë e imja tashmë. Ai është pjesë e trupit tim, pjesë e lavdisë së madhe. Dajgander! Dajgander! Zjarë! Shpërthimi i fuqisë ultra! Kinzan! Kinzan, përse nuk dorëzohesh kurrë? Nuk ke asnjë shans. Nuk të lejoj ta kesh ti, Dajganderi. Ashtu, topi shpërthyes dhe zjarë! Shpërthimi i fuqisë ultra! Dajgander! Jo, prit, është Ryugu! Forca Ryugu! Të lutem më kujto, e di që mundesh! Mendo për stërvitjet, mendo për luftimet e turneut të qytetit Roko dhe Ligën Albatros! Ryugu! Theu Ryugu, e di që mund t'ja dalësh! Kujdes, Akira! Ktheu mbrapa! Shpërthimi i topit të zjarë! Akira! Ryugu! Akira! Hej, Ryugu! Akira! Mbau fort, Ryugu! Të kujtohet, ne jemi shok, e kam të drejt? Po, dhe si një ekip! Ishim të pathyeshëm! Pathyeshëm! Ekipi Akira! Ç'është ajo drejt? Ke të drejtë, fuqia thërmuese mund ta bëj. Pse Akira arrin ta bëj këtë? Jo, nuk mundet! Forca Dajgander, ti mundesh! Largohu nga shpërthyesi drago! Mos unë gatro asnjëherë me ekipin tim. Goditja shëqete! Shpërthyesi Drago! Përgatitu të shohësh fundin. Tani mos u dorëzoni djema! Nuk dorëzohem! Shpata kot! Dajgander, le të bashkohemi! Bashkimi mburoj! Bashkim e më degë! Ja ka dhe ngrirë si drago! Kam nevoj të më mbroni! Është koha për t'i thënë latin çështje son! Flaka! Grica! Dajgander! Do të takohemi sërish bashk! Një nga këto tifti do jesh i imi! Ndalojeni! Shpërthyesi drago, ndalo! Mjaftë ndogje atë, Dajgander. Je shumë i dëmtuar nga bashkimi me të. Të gjithë kemi marrë shumë goditje. Është harxhim kohe të shkojmë pas atij tani. Nuk ka mbaruar ende, Dajgander! Do takohemi shpejt! Shumë shpejt! Hej, gjithçka në rregull! Do kujdesemi për të ndonjë ditë. Jam kaq i gëzuar që je këtu pranë ne sërish, Dajgander. Kënaqësi që të shoh. Është bukur të kesh gjithmonë shokët e tu pranë vetes. Por pastaj, nuk kam mbaruar akoma. Shpërthyesi Dragon nuk do të dorëzohet me kaq lehtësi. Ai do të kthehet përsëri, më besoni. Shpërthyesi drago. Kur do të jemi në gjendje ta kuptojmë njëri tjetrin? E di që një ditë do të ndodhë, dhe unë do të jem këtu duke të pritur ty.